Profesor, është të jetë e rëndësishme rënjët vendlindja për ty pasi jemi në qytetin e Prizrenit, si ka ndiku ky qytet në formësimin tënd personal, pastaj më vonë edhe profesional? Fillimisht mirë se erdhët. Faleminderit për mundin edhe për mundësinë. Në parim unë kam lind në Zvicër, kur është fjala tek vendlindja, zakonisht mendoj rreth thënies së Farabiut, se gjeografia është fat, dhe më shtyn të mendoj se a ishte fat gjeografia që pamundsoi prindve të kenë një jetë komode, e u detyruan të zhvendosen në Zvicër si rrjedhoj linda unë atje, apo ishte fat që unë të lindja atje, larg vendlindjes së të parëve të mi. Do shta përgjigja nuk ka të bëj vetëm me vendin e lindjes, por me rrugën e zgjedhur. Në parim, zgjedhjet tona donjëherë bëjnë edhe ndryshimin e karakterit statusit të gjeografisë, që me kohë tani reflektojnë në fatin e njerëzve që jetojnë dhe që do të jetojnë në atë vend. Është fakt që unë jam rrit në mes 2 qytetërimeve, nëse mund të them. Deri në moshën 6 vjeçar kam jetuar në vendlinjen time, e pas moshës 6 vjeçar jetoj në vendlinjen e të parëve të mi. Prizreni ka plotësuar atë që ka qenë një bashllok në Zvicër, po megjithatë kam në personalitetin tim kam elemente prej 2 qytetërimeve, e Prizrenin e ndjej edhe më shumë sepse takon si vend vatër të parëve të mi. E çfarë mendon që është pika më e fortë që Prizreni e ka e qytetet tjera nuk e kanë në Kosovë, sipas teje? Pa hile. Pa hile, çdo qytet e ka veçoritë e veta. Ka dash fatit që kam studiu në Prishtinë edhe në Ankara, edhe kam pas shok, kolege nga vendet të ndryshme viseve trojeve shqiptare. Ajo që kam vrejt tek Prizrenasit e kanë shumë më lehtë të kuptojnë edhe dialektet, edhe kulturën e të tjerëve. Pra nuk përfundojnë në atë se çka është kjo që po thuat, po minjere perceptojmë se kjo është një dialekt, një thënie, një sjellje të vendit vetë që vinë. Për shembull, kemi pas kolegë nga Tetova e nga Gostivar, ata kanë një dialekt krejt tjetër, por veshë ynë ka qenë i pranueshëm për ta, nuk kemi refuzuar ata, por kemi pranuar si vlerë. Pra kjo është ajo ndoshta që ka ndikuar edhe brenda qytetit që të kemi një bashkëjetesë. Pra pavarësisht kohë pas kohe ekziston ato konfliktet lokaliste, po megjithatë besoj që Prizreni ka një kulturë që lufton lokalizmit, integron çdo vlerë dhe për këtë arsye edhe njihet qyteti i vlerave. Profesor, çfarë të shtyu ty që ti je inxhinier i trafikut? Çfarë të shtyu të marrësh këtë drejtim fillimisht në Universitetin e Prishtinës, më vonë pastaj do të flasim edhe për Ankara? Parim nuk mendoj që ka qenë një zgjidhje planifikuar. Prirjet e mia edhe antarëve të tjerë të familjes së shumica jemi inxhinier, drejt matematikës ka shtyrë që të orientohem ka shkencat inxhinierike, më pas në drejtimin fushën e komunikacionit, trafikut dhe transportit. Në atë kohë në komunën tonë nuk ka pas koha dhe të reja në këtë fushë, kanë qenë disa inxhinier në moshë që kanë përfunduar studime në vitet 70-80 në Zagreb edhe në Sarajevo. Pra është parë një hapësirë, një mundësi, një perspektivë edhe me këshillim, me konsultim me kolegë dhe me familjarë jam drejtuar në këtë fushë. Ata që shohin profilin tënd, si e shpjegon me pak fjalë, çfarë përgjegjësi ose çfarë detyra ka një inxhinier i trafikut edhe komunikacionit këtë rast? Është interesant, u dha rasti u taku me ata zyrtarë që kishin bërë përzgjedhjen të bursave që po ta fitu në Turqi, edhe tha diskutonim na çka bën një inxhinier trafikut. Edhe unë për shaka thash në semafori kemi 3 ngjyra, unë do të zbuloj ngjyrën e 4. Parim roli ynë është shumë domethënëse, sepse çdo qytetar minimum 1 orë të ditës jetës përditshme kalon si pjesëtar të trafikut.
Ne mundohemi që zgjidhjet tona të lehtësojnë jetën e tyre, të bëjnë sa më komod, sa më të lirë dhe sa më të sigurt. Kjo është misioni ynë, ndoshta është një pjesë, por megjithatë çdo ditë ndikojnë gjërat pozitive dhe negative në jetën e përditshme të Pra ju qytetarëve. e runë edhe sigurinë e qytetarit në këtë rast. Gjithsesi. Për lehtësoni. Profesor, pastaj prej Universitetit të Prishtinës ju keni udhëtuar për Ankara, ku atje keni kryer edhe nivelin master dhe doktoraturë. Studimet postdiplomike master në Prishtinë. Në 2011 jam drejtuar në Ankara, në Universitetin e Gazit, është një universitet afër një shekullor. Çfarë specifika ka ky universitet? Parim, jeta studentore në Ankara nuk ishte vetëm një periudhë studimi, ishte një mundësi që edhe një të kuptoj se universiteti nuk është vetëm një organizim ligjëratash ose provimesh, po megjithatë është një mundësi të njohemi me njerëz, me kultura dhe me përvoja të reja. Kam pasur fat të jem student i profesorëve që kam pasur një përvojë ndërkombëtar, edhe si thash edhe më herët, të jem pjesë e një universiteti që ka një kujtesë një shekullor dhe një infrastrukturë mjaftueshëm për të zhvilluar pjesën time profesionale dhe akademike. Nuk ka dyshim, sepse edhe vetë e kom provu se universiteti ose plotësimi i shkollimit jashtë vendit në universitetet që janë prestigjioze, siç është kjo që cekët ju në Ankara, besoj se kjo ka ndikuar edhe më vonë në formësimin tënd akademik profesional. Gjithsesi, ne ende vazhdojmë komunikimin. Tani pram UBT-s, jam pjesë e stafit UBT-s, kemi komunikim për bashkëpunim me Universitetin e Gazit. Si rrjedhoj kuadër gjatë studimeve, kam pasur edhe kolegë që kanë qenë pjesë e institucioneve të Turqisë, ministri, drejtoritë e ndryshme, edhe me ta vazhdojnë komunikimi, bashkëpunimi, po njëjtën kohë kemi pasur edhe kolegë që kanë qenë pjesë nga vende të ndryshme, sikur prej Filipinës deri në Ghana, prej Yemenit deri në Rumani. Po dalmi pak tek profili jot profesional. Ku ishe problemet kyçe në trafikun përgjithësi në Kosovë? Pastaj do të ndalmi ndoshta tek tema jote ku është edhe Nëse duhet përgjigjem shumë thjesht dhe shkurt. Problemi kryesor është te qasja. Qasja tek ne është shumë klasike, është parciale dhe sipërfaqësore. Pra, nuk mund të themi se në Kosovë nuk ka pasur investime. Por asnjëra prej tyre ose shumica prej tyre nuk ka ndikuar që sot kemi një infrastrukturë në favor të transportit alternativ. Çdo herë këto investime më shumë kanë ushqyer problemin se sa kanë zgjidhur problemin. Mendon ti për shkak se janë qast njerëzit të cilët nuk janë kon adekuat? Ndoshta qasja nuk ka të bëjë a kanë qenë profesionista jo. Edhe vetë kolegët e mi që takojnë fushës në fjalë, por botkuptimi se nga janë të referuar, janë frymëzuar, kanë ndikuar që ata problemit të qasën ndryshe. Pra, ajo dallimin që mund të them që kam përfituar nga profesorët që kanë pas një përvojë ndërkombëtar, veçanërisht nga bota gjermane nëse mund të themi, ata në një mënyrë kanë shpallur luftë kundër veturave personale. Edhe çdo investim që bëhet në zhvillimin e infrastrukturës, në rjetëzimin e funksional. Çfarë ke qëllimin për vetura personale? Ideja këtu është, në qasja klasike krijon komoditet për vetura personale, që nënkupton, nëse kemi dy shirita në kohë me ngarkesë, ata problemin e konsiderojnë që problemi duhet të afrojnë edhe një shirit tjetër. E kështu të me radhë, nëse kushtohet shiriti tjetër, një ullkryq thjesht me rregullim sinjalizimit horizontal vertikal kthehet në një me semafor, tani me rreth rrotullim, tani me nënkalime, mbikalime. E gjithë këto janë investime, por nuk nënkupton se janë zgjidhje. Parim, kretë këto janë pjesë e organizimit që afrojnë zgjidhje. Por qasja klasike edhe njëherë afrojnë komoditet vetëm për veturat, për makinat. Dërsa qasja bashkëore afrojnë kapacitet dhe komoditet për mjetet me ngarkesë të madhe, që nënkupton me autobus, me metrobus, me tramvaj, me metrobus. Po kretë këto tani varet prej kushteve rrethanave për ku po flasim. Për vendet tona, maksimum ajo që mund të jetë, kemi edhe një punim shkencor, metrobusi,
sepse nuk kemi shumë kërkesë për udhëtim, pra dihet edhe numri i banorëve të qyteteve ku jetojmë, pra mjafton shirita të veçantë për autobusa, përmirësimi i linjave, funksionalizimi i rrjetit të transportit urban në mënyrë që të jetë një konkurrent ndaj transportit me veturat individuale ose personale. Ku jemi tek problemet e trafikut, ju keni trajtuar një problem pra të kryeqytetit, problemet e trafikut në kryeqytet, ku ka qenë edhe tema e doktoraturës. Çfarë keni trajtuar në këtë? Nga natyra ime zakonisht jam munduar të orientoj veten drejt problemeve konkrete, në mënyrë që të siguroj zgjidhje që ndikojnë, të mos jenë vetëm teori e thatë, por ndikojnë në jetën e përditshme qytetare, pra në përmirësimin edhe në perspektivën e jetës qëndrueshme brenda zonave urbane. Unë si temë kam pasur qarkun qendror. Pra, temën paraforësisht kam emërtuar problemet e trafikut dhe transportit në komunën e Prishtinës edhe zgjidhjet bashkëkohore. E këtu është ajo dallimi që thash edhe më herët rreth çështjes. Pra, kjo çështje bashkëkohore ka disa parime. Nëse e tejkalojmë ato, ai nuk e pranon si zgjidhje brenda vetes. Cilat janë ato? Fillimisht çfarë do zgjidhje që ne tentojmë se parim është zgjidhje, alternativë, ato duhet të jenë brenda infrastrukturës ekzistuese. Që nuk kuptojmë, nëse kemi një korridor të rrugëve 20 metër, nuk duhemi na me afru zgjidhje në korridore 30, 40, 50 metër. Pra, diçka e pamundshme ose e kushtueshme. Pra, edhe parimi i dytë është që mos jenë investime të kushtueshme dhe parimi i tretë mos jetë investime të pakthyeshme. Ç'në kupton? Na mund të konsiderojmë një zgjidhje një nënkalim ose mbikalim, edhe në atë rast na investojmë ato. Por në kohë mund të tregoj veten që nuk është zgjidhje e duhur. Është e pakthyeshme, ai mbetet aty. Ndërsa politikat që zhvillohen kuadër çështjes bashkëkohore janë politika më fleksibile, më pak kushtueshme edhe brenda infrastrukturës ekzistuese. Në rast se që del që nuk është zgjidhje e duhur, atëherë mund të përshtatet për një zgjidhje tjetër brenda kësaj çështje bashkëkohore. Sipas teje, ky problem, pra problemi i trafikut në Prishtinë, ende ka sot i pasgjidhur, mungon vullneti politik, vullneti i njerëzve të cilët janë përgjegjës, apo çfarë po ndodh me kryeqytetin? Edhe një herë, çështja klasike ka qenë e shprehur edhe në komunën e Prishtinës. Pra zgjidhjet kanë përfunduar në një nyje, problemi është mbartur në parim në nyjen tjetër. Nuk kemi eliminuar ose nuk kemi kufizuar vetë problemin. E kështu të me radhë, tani po bëhet një çerek shekull 25 vite që ende ballafaqohemi. Në çdo zgjedhje temë kryesore zakonisht trafiku, transporti, jo vetëm në kryeqytet, po edhe në komuna tjera. A ka zgjidhje? Kemi zgjidhje. A ka mundësi? Kemi mundësi. A ka potencial financiar? Kemi edhe ato. A ka interesim? Nuk mund të hyj hak të tjerëve që nuk ka interesim, po është kohë pas kohë edhe bëhet një shkëputje. Çka mungon? Mungon që adresimi i problemeve të jetë në mënyrë të duhur. Çështja të jetë gjithëpërfshirëse, pra mos të mjaftohemi vetëm me një pjesë qytete ose vetëm me një segment kuadër rrjetit të trafikut, dhe të kemi një vizion të afatgjatë. Pra zgjidhjet tona mund të jenë të kushtueshëm ndoshta në pamje. Politikisht mund të kushtojnë, sepse edhe qytetarët janë mësuar me problemin me jetu. Pavarësisht që ankohen, po është pjesë përbërëse e jetës tyre. Ndoshta ju kujtohet Është si kulturë me jetu me problemin. Si shprehje. Ndoshta ju kujtohet kjo testi që u zhvillu për zhvillimin e qarkut një kahor. Kjo ka qenë edhe pjesë e temës time, përndryshe është njëra prej alternativave që propozohet edhe në planin zhvillimor komunës Prishtinës, mos të hak. Edhe në atë kohë, pavarësisht që organizimi, testi kishte lëshimet e veta, pa ato e vresha unë edhe kolegët e mi si profesionist. Por qytetarëve i pengoj që ato 3 ditë ose këta di unë 3 orë një blokim, domethënë kritika ishte në këtë drejtim. Mu më shumë të mëdhim që shoqëria civile që thirret në parim për natyrën, për qytetin e gjelbërt ose për këto zgjidhje, nuk kishin një përkrahje ndaj kryetarit komunës me dalë para qytetarëve me thënë kështu duhet të durojmë 3 ditë ose 13 ditë. Për me bërë një zgjidhje afatgjatë. Në mënyrë që me ardhë deri te adresimi i duhur të problemit. Se përndryshe, na vetëm me një vrojtim të syrit nuk mundemi me ardhë deri në një përfundim se kjo është problemi ose kjo është zgjidhja.
Çka kam afru unë bashkë me mentorin në këtë problem, ne qendrën qarkun qendror të Prishtinës, që edhe po shikuesin po e përmendim, duke filluar nga rrethi Flamurit, rrethi Spitalit, Konvikte, Xhamia Llapit, rrethi Mitrovicës e kështu me radhë, domethënë si qark njët, rreth 6 kilometër. Këtë kemi trajtur. Gjerësia e qarkut qendror në parim është rreth 22 metër, duke u thirrur në parimet e qasjes bashkëore, kretë zgjidhjet tona kanë qenë brenda kornizës, gjerësisë së rrugës. Nuk kemi afru do një zgjidhje me thonë duhet mu shtri edhe pak, mu zgjeru edhe pak. Ideja jonë ka qenë që aty duhet të zhvillohet disa lloj transporti, pra transport alternativ. Përveç zhvillimi i transportit me veturat personale, që duhet lëvizën një kahje, duhet zhvillohet edhe një shirit veçantë për autobus në kahje të tjetër, në mënyrë që shiriti i autobusave të mos ketë përdoret nga vetura personale, pra të kenë qarkullim në kahje të ndryshme, në mënyrë që mos pengojnë privatësinë e tyre nëse mund të quajmë. Në anën tjetër, kemi shirit për bicikleta dhe trotuare për lëvizje me këmbësor. Gjithë këto janë elemente që e plotësojnë dhe japin kuptim transportit alternativ. Këto zgjidhje kur kemi dhënë, një ashtu kemi siguruar një infrastrukturë mirë fill për riorganizimin e linjës së transportit urban. Problemi kryesor në Prishtinë është kjo. Mirë, profesor, tash kjo ideja juve, propozimi ju si profesionist dhe kolegëve tu, ku ka mbet? Ka mbet vetëm letër si ide, nuk ka vullnet, a do të realizohet, ta më pritet, ki shpresë se do të realizohet? Edhe si autor nuk jam dalë. Në anën tjetër kam zhvilluar 3 punime shkencore në këtë drejtim, pra njëra për shiritat e bicikletave, tjetra për riorganizimin e qarkullimit të vetura personale, dhe tjetra për riorganizimin e vijës kurrëllore në PDJ në Prishtinë në Fushkocë, që është pjesë e këtij koncepti e që afron zgjidhje të qëndrueshme. Pra, në njërin anë kam zhvilluar punime shkencore në mënyrë që temën me mbajt aktuale, nuk është që nuk kam arrit me imponu në diskursin e vendimarrësve, mos me thonë politikanëve. Pra, fatmirësisht është një test, edhe pse ka lëshime, nuk është ajo që unë kam mendu. Ata kanë vepruar ndryshe, qarkun qendror kanë përfunduar te komuna vjetër, por në parim qarku qendror duhet të përfundojë te Xhamia Llapit, të lidhet me rrethin e Mitrovicës, objektin e Dugaxhinit. Kam pasur tentativë drejt për drejt edhe me zyrtarët të komunës, në atë kohë ka qenë zotëri Shpend Ahmeti, edhe kam dërgu edhe në email zyrtar të kryetarit aktual, zotëri Përparim Ramës. Nuk kam marrë ndonjë përgjigje pozitive, një ashtu kam shpreh gatishmëri edhe me universitetin që punoj, që çfarë do komunikimi që do të kenë me komunën, që të kenë parasysh paktën të kem një bisedim, një koordinim të prezantoj qëllimet dhe idejat. Dëshira ime është të kontribuoj në këtë drejtim. Prishtina është kryeqyteti ymë, përndryshe në këtë pjesë të jetës sa do që e kam rreth 10 vite, një dekat kam jetuar në Prishtinë, edhe një dekat tjetër jam duke vepruar në Prishtinë. Pra, Prishtina është edhe komuna, qyteti i gjithë qytetarëve të Kosovës. Se na lidhet. Edhe qëllimi jam është në një mënyrë të afroj një kontribut, një ndihmë në këtë drejtim, sado që është e modest. Profesor, ku jemi prap tek problemet trafik. Sa ju ndihmon juve si profesionist teknologjia bashkëkohore për ofrimin e këtyre zgjidhjeve, qoftë si planifikim, qoftë implementim e kështu me radhë? Gjithsesi teknologjia, parim nga faza e planifikimit deri në fazën e ekzekutimit të projektit, po edhe në menaxhimin e projektit, është pjesë përbërëse që e lehtëson edhe që përafron analizat tona që të jemi sa më saktë në identifikimin e problemit, në afrimin e zgjidhjes edhe në menaxhimin e zgjidhjes që afrohet. Pra, sot edhe më lehtë po bëhet të afrojmë zgjidhje, por megjithatë që thamë më herët, s'po mundem me hyrë në hak me thënë nuk ekziston një vullnet, por është një mungesë seriozitetit në këtë drejtim. Ju e përmendët edhe më herët se jeni edhe profesor ose bashkëpunoni me UBT-n. Në çfarë
Jam pjesë e stafit të Fakultetit Inxhinierisë së Ndërtimit, afër 10 vite. Nga ky vit kemi akredituar edhe drejtimin master inxhinierisë trafikut dhe transportit. Pra së bashku me kolegë tjerë, profesorin Nolo dhe profesorin Visar, e jemi përgjegjës për lanë të trafikut dhe transportit. Në brenda UBT-s. Brenda UBT-s nivelin bachelor dhe master. Ku jemi tek trafiku, një ndër problemet që ne i kemi në trafik janë edhe aksidentet, të cilët shpijnë deri në fatalitet. A jeni zot kritik për shembull si menaxhohen sot për momentin? A mjafton që me një kand ose pas një pemë ose pas një objekti të mshifët një polic, edhe aty ta edukon, po them kushtimisht qytetarin, apo duhet më ndryshu dikon politika? Ku është kjo problemi, ku qëndron sipas teje? Siguria në trafik është një temë veçantë që meriton një trajtim, një vëmendje më të thellë. Rastin në fjalë që e përmendet, jo vetëm si inxhinier edhe si vozit, çdo herë më ka irituar kështu shpirtnisht, edhe për këtë kam edhe një punim tjetër shkencor. Unë mendoj se policia ose zyrtarët përgjegjës për sigurinë në trafik, më shumë me veprimet e tyre, qoftë nga ligji deri tek xhobët e tyre, pra ato elemente mjetet duhet të jenë vetëdijsuese. Pra nëse njëjtën kohë kemi shumë xhob, por edhe rritje të aksidenteve, atëherë kjo bjen që elementi xhob nuk është një instrument mjaftueshëm për vetëdijsimin e vozicëve në trafik. Ne çka duhet të bëjmë? Duhet të bëjmë veprime, investime pak më serioze, ndoshta duke filluar nga edukimi i fëmijëve, nga përdorimi i pajisjeve teknologjisë, në mënyrë që xhoba të jetë vetëm njëra prej elementeve. Pra nuk mund të mos të jetë ai boshti kryesor. Mos të jetë boshti kryesor. Unë zakonisht edhe me kolegë që janë polic, them nëse parim, që thuhet, u ofru fillimi i muajit duhet të sigurohen rrogat, kjo është një thënie në mesin e qytetarëve. Edhe unë me këtë drejtim luaj shaka, them më shumë xhoba, pra para mund të siguroni nëse hyni brenda lagjeve në qyteteve ku afër shkollave bëhet parkimi veturave gabim, që drejt për drejt rrezikon fëmijët që janë më të ndihshëm në trafik si pjesëtar trafikut, se sa thotë edhe ju mu qëndru brapa një muri ose një lisi për me xhobit një vozicë. Sot ka vendet të ndryshme të botës që në autoudhë, autostrada, edhe shpejtësia e lëvizjes, shpejtësia e kufizuar nuk është prioritet, por është distanca e sigurisë. Pra kemi disa raste që mund të tolerohen, e disa raste që duhet më dhënë vëmendje më shumë, edhe këtu fatmirësisht kohët fundit, kuadër të UBT-s me udhëheqës e profesorit Nol Dedaj, kemi pas konferenca të rregullta. Në ato konferenca kanë qenë edhe zyrtarë nga policia, duke përfshirë ministrinë edhe ndërmarrje tjera që mirën me trafikun. Pra ka fillu një komunikim, besoj në vitet e ardhshme, me vëmendje më të madh mund të sigurohet edhe një organizim mirëfillt që ndoshta aksidentet në trafik nuk mund të eliminohen, por mund të kufizohen edhe të jenë në kontroll. Po kalojmë pak tek ata që të njohin rreti yt, identifikojnë edhe si që jeni promotori disa iniciativave shoqërore, pra qytetare. Kemi do thot një organizatë Idea që është themeluar vitin 2012, pak a shumë do thot për këtë jetën aktive publike kam filluar po në vitet e fundit studimeve në Prishtinë. Vetën kam ndjer shumë më përmbushur kur kam qëndruar pranë aktiviteteve dhe pranë njerëzve që kam pasur një ideal për këtë vend. Dhe për nga ato vitet, edhe pse në atë kohë më ka munguar një profilizim rreth ideologjisë, por me kohë, me përvojë e me lexim në një mënyrë jam formsuar në aspektin ideologjik. Nga viti 2005 deri në 2010 kam qenë
në prezent kryetari i nisë Partisë Drejtësisë, për shkak përplasjeve 1-2 vjet vakumu kryu në prezent, ne si deku patëm largu, shkarku për ndryshe, e si rini në atë kohë të Partisë Drejtësisë patëm vendosur që të ndërtojmë një shtëpi, një adresë ose një platformë që do të kishim mundur të zhvillojmë mendimin, qëndrimin dhe veprimin ton në shërbim të interesit publik. Edhe ishin vite që patëm vendos një emër të tillë, idea, pra mendimi, brenda idejes është një rini të kemi idealiste, të drejtë, të edukuar dhe arsimuar. Tani më ideja e bën vitin 14, shkon në vitin 15, fatmirësisht mbi 1000 student kanë kaluar nga trajnimet tona, disa qindra student kanë përfituar mundësinë nga bursat që kemi siguruar nga afarist vendor. Në një mënyrë kemi lënë një shprehi të veprimit në qytet. Aktualisht nuk jam aktiv në shoqat, vazhdojmë të shoqërohemi me shokë të komunikojmë, por fatmirësisht kemi krijuar kuadro që e kanë bart atë barë mbi supet e tyre, edhe vazhdojnë tash të përgjigjen ata kërkesave të kohës vetë, sepse edhe kërkesat po ndryshojnë. Ne nuk mundu me këmbgul që ne fillum, ne duhet të përfundojmë. Ashtu. Ne jemi përgjigjur kërkesave të kohës. Vjen gjenerat tjetër që trashëgon. Shpresoj që jemi përgjigjur në mënyrë dur. Tash jemi në krah si ndihmë gjeneratës që kanë obligim të përgjigjen kërkesave të gjeneratës vetë. Keni qenë edhe, keni pasur një rol për iniciativën si Forumi Ballkanik i Studentëve. Kjo ka të bëjë me të gjithë studentët të cilët janë në Turqi që studiojnë. Po, gjatë studimeve në Ankara, si student nga Ballkani, sidomos shqiptar, kemi pas një frym të fortë vetë organizimit. Pra nuk ka kaluar një muaj pa pasur një aktivitet, lexim, diskutim, debat, ngjarje kulturësh. Mandje kjo edhe u konorizu me hapjen e qendrës kulturore Sami Frosheri në Ankara. Aktualisht krejt politikan zyrtar kur vizitojnë pas ambasadës është vendi i dytë që vizitohet. Pra gjithë këto Si rezultati i forumit ka ardhur pastaj forumit Ballkanas të studentëve, pastaj kemi pas Unionin e Studentëve Shqiptar. Në një mënyrë kemi bashkëvepruar edhe njerë që shtash kem ka pas ndarësi, do shta pse jemi thirrë fillimisht Forumi Ballkanas, sepse në mesin tonë kanë qenë edhe studentët të boshnjakët, të etnive të ndryshme nga Ballkani. Në një mënyrë gjua jënë përbashkë atje ka qenë gjua turke, gjua studimeve. Pastaj nga motivi veçantë si student shqiptar, jemi orientuar edhe në Unionin Studentor Shqiptar. Pra, në mënyrë paralele kemi vepru, kemi plotësu njëri tjetrin, kemi bashkëvepru njëri tjetrin, në mënyrë që atë periudhë të studimeve me lehtësu adaptimin e studentëve edhe me mundësu që studentët të shohin e të lexojnë jetën nga drejtare të ndryshme, të mos mjaftohen vetëm në bankat e universiteteve që kishin fituar për të studiuar. Nëse mundesh pak edhe për Gazeta e Re, është një portal ndoshta i ri, po jeni aktiv në brenda ti, do të si çfarë roli luni në brenda? Gazeta e Re është një portal, mund të them nacional, nga viti 2016 vepron dhe shërben aktivisht, edhe kjo ka qenë një pjesë e mozaikut, pra idenë kemi themelu, pastaj shtëpim botuese Fleta që aktualisht kemi rreth 70 libra të botuar përkthyer nga gjuha turke dhe arabe, që dedikohet më shumë për mendimit, kuptimin filozofik të qytetërimit islam. Pjesa tjetër mozaikut ka qenë edhe Gazeta e Re, pra nëpërmjet këtyre 3 instrumenteve jemi munduar edhe qytetit ton, por edhe komunave në kuadër të Kosovës të afrojmë një shërbim, një mundësi të re për të lexuar, informuar e për të vepruar. Profesor, ata të cilët e përcjellin profilin tënd, cili do të ishte mesazhi yt, ose për çfarë kishe dëshirë që një ditë të përmendesh në shoqëri për së miri? Cila është ai gjurmë që ke dëshirë ta lësh brenda shoqërisë?
jeta do njerë është e shkurt, por edhe e gjatë. Nuk di se si do të përfundoj. Aktualisht për kushtimi im është të kem një fund të ndershëm e në parim nga të tjerë të kujtohem si një njeri në çfarë do rrethan ka qenë pranë nismave, organizimeve, thirrjeve që ka të bëjë me të mirën, me të bukurën, me drejtën, me dobishmen, por të njëjtën kohë që ka refuzuar edhe që ka kundërshtuar të shëmtuarën, të padrejtën, të padobishmen që aktualisht po e mbizotron edhe po e bën që bota të përjetoj këtë ditë me vujtje e me lotë. Unë të falenderoj shumë, të uroj fillimisht shëndet, suksese. Faleminderit që hape derën e shtëpisë, pra këto në Prizren për profilin edhe televizionin TV1. Andaj jam mirënjohës dhe shpresoj që do të takohemi në profile tjera, në projekte tjera. Edhe unë edhe njëri falenderoj gjithë juve, stafin e TV1-shit për mundin dhe mundësitë që dhanë. Ju uroj suksese, shëndet, mbarësi në punë. Faleminderit, respekt. Respekt, Yusuf.